Trosh. Alba, më shumë është ti se çuna ka plot, goza ka plot. Okej? Unë do të lërë të do. Ke bekimin e dojës, e? Hajde. A ka mundësi ti ndash muhabetet si burrat? Me ke. Nuk mund vije dikush tjetër të dysheku jon, sidomos i njëri që s'kam raport mirë, jo në kuptimin që mos vije vetë personalisht, po jo, më dëgjo deri në fund. Vije dhe t'jape komandën. Kush është ajo të vije t'jape komandën të ku dysheku jon? Hajde ti, hajde ti, hajde ti, hajde ti. Sot ajo e bën këtë gjë, nesër me bën gjëra tjera. Ajo vetë mund vije. Të dysheku jon nuk mund ta bëjë dikush tjetër komandën. Okej, më kupton? Se ti e ke bezdi këtë gjona, unë nuk i kam bezdi, sepse jena shoqëri. Nuk, shoqëri, ama jo ajo cilët me komandë. Ajo cilët me komandë të dysheku jon. Mos më ngresh zonë. Ajo cilët me komandë të dysheku jon. Çfarë do bëhet nesër me ajo dhe ti zë ndalësh? Ajo çmend gjo. A nuk i kupton gjithë gjërat që po i bën vjet e dysheku jon mshat mu? Nuk më të fal fare. Kur çajin ti flason vetë. Po si flet ti vetë, si mundet lejohen ata gjëra? Edhe të vjet dikush tjetër bëj komandën aty. A e kupton se çfarë je duke lejuar apo se kupton?